E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakojemi sërish me mua Tirona Lilin për të komentuar ngjarjet më të fundit që ndodhin në Big Brother VIP Kosova. Produksioni i Big Brotherit arriti që të lëndoj Albën edhe të merr shikueshmërinë, në qoftë se në Shqipëri u krijua treshja Kesi, Stelina dhe Ina, tani është krijuar treshja Alba, Limi, Dolçja, por në këtë rast Alba ka rënë loje produksionit. Do thoni pse? Sepse Alba është e vetmja banore që godet produksionin pa ju dridhur qerpiku fare dhe është e vetmja banore që në fakt po lëndohet jashtëzakonisht shumë nga një dashuri e vërtet, ndërsa Dolçe luan rolin e djallit që është tepër e dukshme që ka mbështetjen e produksionit. Do thoni pse? Sepse në një video më parë fola që Edi do t'regon të vërtetën për Dolçen, ta ndjekim nesër mbrëma, ndërsa Dolçe duke që është e preferuara e produksioni, që produksioni thot i ke puthe këtë djalin, Dolçe e bën, i ke bëj këtë gjë, Dolçe e bën, vetëm e vetëm që të merr atë që ajo dëshiron ta merr. Domethënë dëshiron ta merr vëmendjen edhe të fiton edhe çmimin. Por Alba është në gjendje shumë të rëndë, sepse Limi tani mundoi që ta luan rolin, ta akuzon Albën ngjasme, unë këtë puthje ta bëj për inat sepse ti mua më ke tradhtuar me ludo, një gjë që në fakt nuk ka ndodhur. Banorja Big Brother VIP Kosova 4, Alba Pollozhani, është parë në gjendje shumë të rëndë emocionale, duke folur me veten. Ka pyetur se çfarë do të bëj kur do dal jashtë nga Big Brotheri, sepse ne e dim shumë bukur që Alba nuk ka marrëdhënie me familjen e saj dhe unë do kisha apeluar drejt familjes Pollozhani, mos e gjykoni vajzën e juaj, afroheni vajzën e juaj, sepse ne arritëm të kuptojmë që Alba është një vajzë që ka një super inteligjencë, ka një super zemër të madhe, por ka jetuar në një shoqëri të gabuar, në një shoqëri që nuk e ka mbështetur dhe e ka marrur si asgjë. Të ndjekësh ëndrrën nuk është krim. Ajo ka folur me vetveten se çfarë do të bëj kur të dalë jashtë nga Big Brotheri. Situata e saj është rënduar më një herë pas futjes së Limit në shtëpi dhe unë këtë e kam thënë që Limi do t'ia shkatron Albës lojën. Kjo pasi që ai më njëherë shfaqi afrimitet me Dolçen, me të cilën edhe po krijon një histori dashurie. Dyshja janë parë vazhdimisht bashkë në skena mjaft të afërta me njëri tjetrin. I njëjti ja bëri me dije Albës se nuk ka hyrë për të dhe se historia mes tyre është mbyllur. Alba është shumë në gjendje të rëndë dhe duke i përmendur Limi edhe familjen. Tani mua më vjen shumë keq në fakt për Albën. Alba sot i tha Limi që edhe ka gënyer Limi për rrëfimin e vet. Limi nuk e di se sa keq del, nëse publiku dëshironte ta ketë Limin brenda shtëpisë së Big Brotherit, dëshironte pikërisht për lidhjen me Albën dhe jo të krijon skena të këtilla. Dua të marr mendimin tuaj për Limin.